Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la rasul la vdrojmë qëmë salavat e selama pejgamberit të ti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, familjes, shokëve dhe të gjitha atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po fillojmë me dersin e radhës me lejen e Allahut dhe themi vëllezër të nderuar se të gjithë ne e dim që me dash dikënd apo diçka është lehtë, për arsye se kjo varet prej neve personalisht. Po me shtit dikun me dash, kjo mashtirë, për arsye se nuk varet detyrimisht prej neve, varet prej nuk e kena plotësisht në dorë këtë, pra varet edhe për disa rrethana tjera. Prandaj për këtë shkak edhe shpesh lodhemi, e mundohemi, e ndoshta edhe shtiremi, e bëjmë punë për mi shti dikon me na dasht apo me na pëlqy. E pikrisht hadithi i sodit e trajton çet punën me dasht dikush tjetër. Për arsye se ky burri që vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja shtron pyetjen edhe vërehet që synimi i tij ka qenë shumë i mençur, nuk ka qenë një synim që ndërlidhet vetëm me ahiretin, vetëm me botën tjetër. Po ndërlidhet edhe me botën tjetër edhe me këtë dynjë. Pra, në një formë e ka lyp një sekret edhe një qels apo një formulë pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qysh me arrit mas pari ahiretin, po gjithashtu edhe një harmoni, edhe një jetë mirë edhe në këtë dynjë. Pra dyjat. Pra nuk është që o fokusu vetëm në një aspekt, po i ka ndërlidh të dyjat. Kështu që edhe neve na hym punë ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo kjo ngjarje në përgjithësi, për arsye se na jap këtë qels edhe këtë sekret, këtë formulë që me përdor edhe na në jetën tonë të përditshme. Hadithi transmetohet nga Sahel ibn Sa'd as-Sa'idi, është një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, thot një burr erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, më trego për një punë, për një vepër që nëse e punoj do të më doj Allahu, domethënë e para do të më doj Allahu, po gjithashtu do të më dojnë edhe njerëzit." Që kjo ka qenë pyetja e këtij pyetësit sodit. Pra, më kallëzë, ka thonë, një punë, drejtëm, çka duhet me bë unë për mi realizu dy sene. E para, me kanë prej atyne që Allahu më dënë. Dhe më onë i dashur i Zotit, me kanë i dashur krijuesit nuk është një punë e vogël. Po një ashtu edhe me kanë i pranum të njerëz. Do më njerëzit me më respektu, me më dasht, me pas do thot një farnere me ta, që mos me qenë me ta në konflikt. Edhe kjo është vërtet sekreti me ditë me zgjidhë që të punë, atëre kemi realizu edhe të mirat e kësaj dynjaje edhe botës tjetër. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, pra përgjigja është kjo, thot, bëhu i palakmueshëm, me një fjalë i paanshëm, zahidi, thojmë, në gjuhën ndoshta vjetrit e kam përdor, ndaj kësaj bote do të doj Zoti. Allahu i madhreshëm dën. Edhe e dyta, dhe mos lakmo në atë që e posodoj njerëzit, do të doj njerëzit. Që kjo është hadithi? Që kjo është do të thot pyetja, edhe që kjo është përgjigja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e transmeton Ibn Majah, s'po futum detajzime, ka debat të ulemat në derejën e hadithit, po sidoqoftë ne po e sqarojmë edhe Newawiu në 40 hadithet që i ka përzgjedhë dhe ka përmend këtë hadith, edhe po e sqarojmë edhe po e shtjellojmë pak. Fillimisht po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëhu zahid, bëhu mos lakmo në këtë dynjë, do të doj Allahu. Çka do të thonë zahid? Besoj që shqip përmendet, domthonë posaçërisht e më të vjetër kur thonë filani është zahid, zuhd në gjuhën arabe, është për qëllim disa e kuptojnë që mendojnë njëri me kon zahid, me kon njëri i varfën, mos me pas tesha të mira, mos më marr, nuk është ky qëllim zahidi në islam. Pra është një keq kuptim, a e ke pa të kaluamën të disa sufist se ende domon që mu do kësa ma keq
që kjo është do thot njëri që s'po lakmon dynjan, nuk është kështu. Nuk do thot njëri me kon zahid, mos me pas pasuni. Edhe është interesant, prej djetarve më të njohur në islam, Abdullah ibn Mubareku, ndoshta ju nuk e dini, po në historiku i përmendet është një emër që kur përmendet emri i tij, nuk është një njeri i thjesht. Pastaj Sufjan e-Thauri, edhe ky është imam, është do thot prej ulemave shumë të mëdhej. Këta dytë, kur përmenden, janë shembull të zuhdit, domthon shembull që njerëzit që s'janë marrë mas kënaqësive të kësaj dynjaje. Megjithatë, nuk janë kënd varfën, janë kënd pasën. Shumë të pasën janë kënd dytë. Pra kanë pas pasuni, që po du me thonë, nuk është kuptimi i zuhdit edhe mos me pas, po është diçka tjetër. E çka është ajo? Është për qëllim që kanë thonë, sikur Imam Ahmedi që e sqaron, thot është me pas botën, dynjan në dorë e jo në zemër. Që kjo do thot njëri zahid. Domthon pasunia mos me të hinë zemër, po me pas në dorë, me e shfrytzu, po jo me kanë zemër, me të preokupu edhe me të nëzonë stresi edhe më marrë veç me ta. Domthon që kjo është kuptimi i Zotit në Islam. Për me përshu shumë ma drejt, mundem me marrë një ilustrim thjesht, si kur anija ndeti. A e keni po, përderi sa anija është për mi uj, ec, edhe lundron, edhe ec, po në atë moment që anija uji futet, bëhet një birë në anije, dhe futet uji në anije, çka bëhet? Fundoset anija. Nuk mundet me udhëtu. E qashtu është pasuria të zemra e besimtarit. Përderi sa pasurin e ki në dorë, atër e shfrytëzon edhe kerrin, edhe shtëpin, edhe pasunit, për me kry të mirat e kësaj dynjaje, apo qëllimet e kësaj dynjaje. Domthon udhëton me ta, si kur anija që udhëton për mi deti. Po në atë moment që futet pasunia në zemër, e fundos njerin. E fundos si kurse anija që fundoset kur hin uji mrenda në anije. Qështu e kanë shpjegu ulemat e kanë thonë që kjo është njeri në raport me pasunin. Përderisa e kenë dorë, atëherë kime lundrun këtë dynja, kime realizu synimet tua, edhe nuk të bën përshtypje. Pse nuk është fut në veten tane. E në atë moment që të hynë zemër, atëherë fillojnë problemet, stresi, preokupimi, lakmia, edhe harron realitetin e kësaj dynjaje. Se kjo dynja është kalimtare, nuk është domthon që ka me met përjetësisht, edhe pasunia faktikisht kime lan krejt edhe kime shku te Zoti. Prandaj, kur heqesh dorë edhe çështu e ke kuptu dynjan, edhe për çata, kur po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, izhad fi dunya, bëhu mos lakmo me dynjan, Allahu dën ty. Pse dën ty? Pse punë kemi pas ndryshe. Pra, nuk ka me qenë pasunia që të lagën prej veprave të mira. Nuk ka me qenë pasunia që kur thirr ezani me thonë, vallahi jam të bo tregti ezani gjumos, po thirr vallahi me mshelun e dyqanin që tash i hupi mushterite, sfitoj e sen, ajtë se pela qenë. Që kjo është domthon që i jep prioritet pasunis e jo fjales Zotit subhanahu wa ta'ala. Prandaj, do të me pas parasysh këtë që kjo që njeriu me kanë i dhanun pas dynjas edhe prekupimet dynjas e bën me harru Zotin, e kur të harron Zotin, prandaj edhe Zotin nuk dën ty. E kur ti e kujton Zotin edhe me pasuni e realizon të mirë, dhe ma jeton jetën, nuk është që njeri me jetu me vështërsi, pra ki pasuri e shfrytëzon, po jo me fut në zemrën tane. Disa të tjerë e ka, dhe ma për me kuptu ma qartë realitetin e kësaj dynjaje vëllezër të nderuar, është me një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke kalu me disa shok në një rrugë, edhe e sheh një dash, po jo dash i bukur kështu i mirë, vesht i ka pas që shpërmendën në hadith të thotë shumë dvogla, dhe ma i dopt, jo dash i mirë që njerëzit e lakmojnë, po qka gjithashtu edhe i ngordhur, dhe ma në rrugë ka ngordh dashi. Edhe sheh pejgamberi sallallahu që ka ngordh, edhe i afrohet, edhe ka përveshi dashin, që ashtu të ngordhën, edhe thët kush pe blen që dash
me 1 dirham. 1 dirham është, domethënë, një pasuni jo e madhe, e vogël, shumë pak. Kush pe blen që dash 1 dirham? Edhe sahabët e shikojnë, thonë, o i dërguari i Zotit, po ky dash edhe gjallë me kanë se ka pas vlerën 1 dirham, se domthon i dopt, domthon jo na i dash që lakmoj njerëzit. A thonë, e tash edhe i ngurdhën, s'jap kërkush kur gjë për të, pse s'ka kur far vlere. E thot për Zotin, tek Allahu i Madhërisëm vlera e kësaj dynjaje nuk është as sa ky dash në zemrat e juaja. Domthon çka është vlera e dynjas te Zoti i Madhërisëm. Prandaj po do me të regu që vërtet na qka ma gjepë se me e këqyrun pasunin e këta, vallaj nuk ka kur vlera. A din që shë realiteti kësaj? Si kur e keni pa, ju ma të vjetrit, po edhe unë e mojnë men, e keni pa kjo inflacioni kur na pat rogë, para lufte, dinari, kur i merë për shembull në fillim 1000 dinar, kishin vlerë shumë vlerë e madhe. Po shkojke 2-3 javë edhe devalvojke edhe ajo, ishte veç vletër tani. Kur gjus vleke, shlirë, gjujen, bërlëg. Kur tha vlere? Qashtu, edhe pasunia, edhe shtëpia, edhe toka, edhe ajo, qka shohim në atë moment që ne na vjen do thot momenti që dahëm nga kësaj dynja, vdekja, krejt ato devalvojnë. S'kan kur far vlere më tek na. Për që ata, edhe Allah i Madhërisëm e përshkruan shembullin e jo besimtarit. Thot, kur i ngjallet ditën e gjykimit edhe del para Zotit, e ka me pas një shpresë, edhe ka me insistu, edhe ka me lut Zotin. Thot, o Zot, kthem botën tjetër edhe përmirësona. Edhe çka po thot edhe këtë dynjan mi avon. Që aty ku është do thonë në qatë rrethon, nuk ka kur farë vlerë te bota tjetër. Këtë dynjan me pas në dispozicion, edhe këtë që ato me dhonë, nuk e shpëton për arsye se mu ka devalvu vlera e kësaj dynjan. I ka ra inflacion e ka hongër, mu s'ka kur farë vlere. Çka mbetet? Mbetet vepra e mirë. Puna e mirë, namazi jëtë, fjala jote e mirë, vepra jote e mirë, kjo do më hanë e manë, nuk devalvohet. Kurse tjera të sene, kur far vlerë s'kam të ti, edhe nuk ka kur far peshe, prandaj edhe nuk e fut besimtari në zemrën e ti. Përsa ta dhe pejgamberi sallallahu në një hadith tjetër thot, për Zotin thot, do të po të kishte vlerë kje dynjat e Zoti, qoftë edhe sa një krah i mushkojës, krahi i miskojës që themi ne, çfarë vlerë ka, e te i dukshme është bile. Me marë me kësyrë, është e te i dukshme, s'ka kur farë, as pesh, as kur. Po thot te Zoti, dynjaja, as vlerën e qasaj, as peshen e qasaj, krahut mushkonjës nuk e ka. Thot, po ta kishte vlerën veç pak, sa që ajo, nuk do t'i kishte dhanë jo besimtarit, as një gërqam që i thym në gjuhën e popullit ujë për me pi. Për arsye se është shumë e vlefshme, nuk e meriton jo besimtari, i cili nuk është falenderus, nuk e njeh krijuesin, po për shkak se s'ka vlerë te Zoti i Madhërisëm, prandaj e shohim i jep edhe jo besimtarit, edhe ai mohusi, edhe ai ofendusi, domthonjë që ndoshta Allah i na rujt e shan Zotin, e refuzon edhe thotë s'ka, megjithatë ka pasuri. Pse? Te Zoti i Madhërisëm s'ka kur far vlerë ajo. Na mujna me sy kësaj dynjas, fatkeqësisht edhe shpesh herë na ndodh i vlerësojmë njerëzit me pasuninë e tij. Filloni ka pasuni shumë, është e kështu, dikush tjetër e nënvlerësojmë pse s'ka pasuni. Te Zoti, ky kanar nuk ka kur far vlerë. Vlerë ka vetëm nëse ti me qatë pasuri që e ki në dorë, e shfrytëzon do thot për të mirë, edhe realizon do thot hajret mira kësaj dynjaje, të cilat pra i transferon vepra të mira qatë pasuni, edhe te Zoti i Madhërisëm pastaj kanë vlerë. Prandaj, po i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, izhad, bënu asket, hiq dorë, do thot, mos jep zër, me fut në zemër tonë pasunin, e nëse je qështu, atëherë Allah i Madhërisëm ka me dash ty. Edhe dyta, izhad ma inda nas, hiq dorë nga ajo që ka njerëzit. Qa është për qëllim nga ajo që ka njerëzit, është që kjo është ai sekreti i dashurisë njerëzve. Për arsye se njerëzit pra janë të interesgji. Edhe kur ti i bën gara atyne, edhe je servil, edhe i kërkon për shembull dikush ka pasuri sene, njerëzit do thot largohen prej teje. Pse?
pjau kërkën diçka që për të ta është e vlefshme. A i ki parasysh edhe e konsiderojnë se ti po mundohesh mja u rëmby diçka që për ta është shumë e vlefshme. Prandaj edhe nuk kanë respekt, ose nuk dojnë, ose nuk mundohen, pse thonë, ky njeri po do me na marë pasunin, po na lyp, është servil. Kur je do thot njeri i cili ka dignitet, edhe nuk bën përshtypje, as kerri filanit, as pasunia, as shtëpia, as kurgjë. Domethënë je korrekt. Kiq ato që Allah i Madhreshëm ta ka dhënë e fiton me dorën tonë, domethënë me angazhimin tënd, sen edhe je i kënaqur me ta, edhe nuk i bën do thot të tjerëve atëre çka atëre njerëzit janë rahat prej teje, edhe të afrohen. Për arsye se je i respektum, je i nderum, domethënë nuk kërkon ajo çka është e vlefshme te ta, edhe prandaj edhe ata të afrohen, edhe të besojnë, edhe bëhesh i dashur, edhe respektum te ta. Për që ata thuhet për Hasan el-Basriun, gjithashtu edhe ky ka qenë prej dietarëve të njohur, tabiin ka qenë, thuhet që kur ka shku një njeri në Basra, ky ka qenë i Basras, domethënë një njeri i huj ka shku në Basra, e atash ka bisedu me disa prej banorëve të Basrës, domethënë ka thonë kush është prej juve njeri që është ma zotnia. A e keni parasysh kush është ma zotnia në këtë qytet? Edhe njerëzit ka thonë Hasan el-Basria. Hasan el-Basria është ma zotnia pe këtë neve. Pse? Për arsye se ka thonë njerëzit kanë nevojë për ilmin e tij, se ka qenë i dishëm. Kej kush ka ndaj dert kanë gati ai me vetë me gjithë zgjidhje. Pse njerëzit kanë pas edhe princat, umerat, njerëzit që kanë pushtet, kur e ballafaqur me vështirësi kanë ngë me vetë çysh mja bë, për arsye se ka pas dituri, ka pas njohuri. Kurse thot ai nuk ka pas nevojë për pasurinë e tjerëve, se ka lut kërkon. O kënaqë do thot me veten e vet, me pasurinë që e ka pas, e ka fituar me durë veta, kërkujna se ka shti dorën, as e ka shfrytzuar situatën me thon te filani me lut ose jo. Edhe e ka fituar respektin më të madh të këtë njerëzit. Nuk ka qenë njeri më i pasun, as nuk ka qenë njeri me pozit, njeri do të sikur sa njerëzit tjerë, po ka pas dituri, edhe nuk ka nga mas pasunisë të tjerëve që me i bezdis ata. Edhe prandaj e ka fituar respektin në përgjithësi, prandaj këto dy gjëra, nëse njeriu pra i vepron, atëherë edhe i kthehet, edhe fiton sekretin e suksesit në këtë dynja, pra edhe në botën tjetër, e para pra largohet, nuk është lakmitar në këtë dynja, edhe e sqarum çka është zuhdi, edhe Allahu i Madhreshëm pastaj e don atë njeri për arsye se ai punon edhe bën vepra të mira të cilat pastaj bëhen sebeb që me dashur Allahu i Madhreshëm, edhe e dyta nuk është lakmitar në atë që posedojnë njerëzit. Mundet me kon pasunia, mundet me kon pozita, mundet me kon çka do që të jetë, domethënë nuk garon me ta. Nuk mundohet të thot mja u rëmby ose mja u marr ose mi kërsnu në një formë që mja u marr një interes tyne, edhe kjo e krijon pastaj edhe dignitetin edhe personalitetin e tij që ai atë me respektu të tjerët, edhe ai njeri që arrin me këtë balans, do thot me arrit në dynja, pra e ka arrit edhe suksesin në këtë dynja edhe në botën tjetër. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.